Këto pamje vijnë nga parku në qendër të qytetit të Lushnjës, një nga hapësirat më të gjelbëruara dhe më të frekuentuara nga qytetarët në çdo orë të ditës. Me arritjen e temperaturave dhe afrimin e sezonit veror, Bashkia e Lushnjës dhe ndërmarrja e pasurisë publike kanë intensifikuar punën për mirëmbajtjen e këtij ambienti të çlodhës. Prej disa ditësh ka nisur paditja e vazhdueshme e sipërfaqeve të gjelbra dhe pemëve dekorative me qëllim ruajtjen e freskisë dhe gjelbërimit të parkut. Punojësit e sektorit të gjelbërimit kujdesen çdo ditë përmes impianteve vaditëse, duke garantuar që bari dhe bimësia të mbeten në gjendje optimale dhe gjatë ditëve me temperatura të larta. Parku i qytetit mbetet një nga destinacionet më të preferuara për fëmijët, të rinj dhe moshën e tretë, të cilët gjejnë qetësi, freski dhe mundësi për të kaluar kohën në natyrë. Përfaqësues të ndërmarrjes bëjnë të ditur se puna për mirëmbajtjen e hapësirave publike do të vijojë gjatë gjithë sezonit veror, me synim për të ruajtur standardet e gjelbërimit dhe për të ofruar qytetarëve ambiente sa më të pastra dhe të mirëmbajtura. Në ditët e nxehta të verës, parku i Lushnjës vazhdon të mbetet një oazë i gjelbëruar në zemër të qytetit, duke ofruar freski dhe relaks për qindra qytetarë që e frekuentojnë çdo ditë.